jam një njeri që I urrej lekët dhe I dua shumë ato. Nuk ka sens si fjali e di. Por nëse do t'ju tregoja jetën time, ndoshta do e kuptoni se pse. E kam urryer paran kur nuk shëroj dot babain tim, edhe pse kishte para për mjekët më të mirë të Europës. E kam urryer kur zilja jone derës nuk pushonte nga njerëzit që I kërkonin lek timeti. Ishte fillimi I viteve 90 dhe çdo trokitje vinte me një lutje apo gjërim. E urreja kur bëj shkak debatesh në familje, sa herë I mat I jepte dhe nuk ja ktheni më mbrapsh. E urreja kur nuk isha mjaftueshëm për të blerë një vil druri si mikeshat e mia të huaja. E urreja edhe kur e përdorja si armë pushteti ndaj bashkëmoshatarëve të mi që kishin më pak. E urreja kur më duhej të heshtja sepse kisha mundësi, kur më duhej ta fsheja sepse të tjerët nuk kishin, kur më duhej të bëja modesten e të mbyllja gojen, edhe kur mund të përballoja çdo gjë. E urrej paran edhe sot, kur mendoj se arti që dua nuk ngre dot kokë sepse askush nuk do të financojë në të. E urrej kur më duhet të vetë censurohem nga meraku se mund të humbas një sponsor, një marrëdhënie, ndoshta një njeri. Aq shumë e urrej paran sa kur e kam, dua ta heq qafe, të shpëtoj prej saj si prej një zakoni të keq. Edhe prej mendimeve që më shkakton, si harxova kaq shumë, ku t'i gjej tani, po të mos më ecë projekti, po të mos marr kthim në investim. Por edhe dashuroj paran. U shkollova jashtë fal saj, kam ndjekur ëndrat e mia fal saj, kam pasur luksin të provoj, të dështoj, të ngrihem prap, sepse dija që nesër do të kisha prap para. Kam lënë punë që nuk doja, kam dashuruar këdoja, kam pasur lirinë të mos bëja pakte që më shkelin dinjitetin sepse kisha para. Paraja më ka shpëtuar nga shumë situata, por prania e saj më ka lënë një pyetje që më ndjek gjithë jetën. Si do isha, po të mos I kisha kurrë? Ndoshta do të kisha bërë më shumë sepse instikti mbijetesës do të ishte më I fortë. E mendoj shpesh këtë, kur shoh njerëz që nuk sorollaten si unë me projekte që mezi paguen, por çdo fitim e kthej në investim të sigurt. Unë jo. Përgëdhelja e fatit më ka bërë shpesh të mos jem e mirë në marrëveshje me veten. Magnitem nga ata që shesin mediokritetin e tyre si ilaç magjik. Kurse unë ndjej keqardhje edhe për biznese të mëdha që duan të më ulin ofertën. Siç e kuptuan, nuk jam njeriu më I mirë që t'ju këshilloj për paran. Nga dashuria kam mësuar t'i fitoj shpejt, por nga urrejtja kam mësuar t'i shpenzoj me të njëjtin pasion. Por e di një gjë me siguri. Në momentet më të thella të jetës sime, paraja nuk ka pasur asnjëherë asnjë peshë. Nuk ka ndryshuar afat e vdekjesh, nuk ka ndezur pasione, nuk më ka sjell dashuri dhe as miq që qëndrojnë kur bie çdo gjë tjetër. E dashuroj paran sepse më ka lehtësuar jetën, por nga urrejtja për të, vazhdoj të jetoj sipas asaj që ndjej dhe jo sipas asaj që kam në llogari. E nisa këtë episod me një monolog të jetë personal, sepse në fakt kur po kërkonim për histori që ka lidhje me paran, për marrëdhënie me paran, për gabime që ka bërë njerëzit në lidhje me paran, nuk e di as pa merrte kur mendje që do të ishte kaq e vështirë. Gjithmonë kam menduar, Jona, mirëmbrëma. Gjithmonë kam menduar në fakt se historitë ku do ndjej më shumë vështirësi të gjej, historitë ishin histori familjare, lidhja me nënën, me babain, apo trauma të fëmirisë. Por jo, kemi gjetur histori të jashtëzakonshme, kurse me parat askush nuk do të fliste. Madje ka qenë një ditë, sepse ne kemi shtyrë sot regjistrimi një ditë më vonë se zakonisht regjistrojmë të njëjteve, sepse ka qenë dita kur do të regjistronim që ranë të gjitha historitë u tërhoqën dhe arsyeja e disa prej historive ishin që nuk I linin fëmijët, e menduan edhe një herë, nuk duan ta marrin vesh të tjerët. Pra, si thua, stigma e paras. Në fakt u surprizova edhe unë. Dhe pastaj kur po lexoj rastet që kishim për sot, vura re pse kanë hequr dorë shumica e personave, pikë së pari, aty fshihen edhe emocione të tjera, se paraja mendohet sikur është një shifër, por është një temë shumë interesante kur e lidh me psikologjinë, se shkon tek emocionet, shkon tek pasiguritë, shkon tek frikrat, shkon tek zhgënjimet, shkon tek ndjenja fajt. Dhe ka shumë lidhje me identitetin tonë, domethënë edhe unë pak a shumë në monolog e preka që unë jam kjo që jam në fakt. Edhe nga marrëdhënia ime me paran, si jam rritur, edhe gjërat që kam bërë. Kjo është pjesa më interesante. Dhe unë pata shumë probleme dhe dha shumë njerëz ta lexonin monologun dhe po prisja që dikush më thoshte Dalina po ndam pak shumë informacion, ose si do më shohin mua njerëzit që thash atë pjesën që kam pasur mundësi financiare, si do gjykohem sepse e kam gjykimi I paras, është realisht është e vështirë kur fillon e mendon. Ne sot kemi disa histori që janë histori shumë të bukura. Një infermiere në Amerikë, shqiptare, padyshim, që punon 72 orë në javë, fiton mijëra dollar. Madje ka arritur të fitonte edhe $24,000 në javë gjatë pandemisë, që do të thotë gati 100,000 euro në muaj. Ajo punon 7 ditë javës, por nuk
shkandjer shumë lumturi. Një grua në Tiranë raprej një mashtrimi financiar dhe sot punon çdo ditë, çdo muaj vetëm për të paguar borxhin. Një djalë i ri shpenzon çdo qindark për të dukur mirë dhe ai jeton në Amerikë sepse në botën e tij veshja dhe statusi vlen më shumë se kursimi. Dhe kemi një histori që do ta lexoj, kam këtu, është një letër, zonja nuk donte që të fliste, dhe ajo jeton në Amerikë dhe ka fituar miliona dollar në llotari. Është e vërtet miliona dollar, por ka humbur paqen, ka humbur mendjen mbasi fitoi dhe tha isha më mirë kur nuk kisha miliona dollar, që ajo është kështu ëndër, por të gjithë fitojnë llotari me miliona dollar. Kështu që të gjithë kanë pra një histori të ndryshme, kryefjala është paraja dhe se si e ka menaxhuar paran. Dhe me që përmenda fjalën menaxhim, mbasi një interviste që ishte shumë njerëz u habitën, sidomos intervistuari u habit shumë që ishte aq e suksesshme dhe u bë shumë virale, madje më kanë ndaluar edhe më kanë thënë dhe në rrugë që sa e bukur ishte ai intervistë. Ishte intervistë, nuk ishte me VIP, nuk ishte intervistë me njëri të famshëm, me njëri të momentit, me njëri nga Big Brother apo çdo lloj spektakli. Ishte intervistë me një ekspert financash dhe punësimi. Një njeri që nuk, edhe pse ka dalë në ekran, nuk e mendon që njerëzit kanë kaq interes dhe nuk e priset kishin kaq interes për paran, po Erald Pashaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhe prap. Faleminderit. E pam dhe vetë se sa të interesuar ishin njerëzit, madje një video jote ka shkuar në 1 milion shikime. Është ai video e kafes pastaj që se edhe mënyra se si fleti e tregon shumë bukur, edhe ajo është bërë virale, por realisht mua më kanë thënë njerëz, nuk e di si ka qenë reagimi yt për atë intervistë. Edhe unë kam pas shumë mesazhe, vazhdojnë edhe sot. Nuk e kuptova dhe unë si ka mundësi që një video e tillë u bë kaq virale. Me sa duket, personat që kanë dëgjuar kanë gjetur veten ndoshta në disa prej tyre, në disa kanë gjetur të tjerët, si puna e kafes, dhe ndoshta kjo ka qenë arsyeja. Unë përpiqem që t'ju shpjegoj disa gjëra që janë në logjikën ekonomike ose në logjikën e drejtë. Pra nuk hyj ke ana emocionale, ke mënyra se si ndihen ata e tjerë, sepse ka shumë elementë që ndërthuren dhe është e vërtetë që paraja i fut hundët kudo. Dhe në të vërtetë unë mund ta them edhe pa modesti që kishin nga intervistat më të thjeshta dhe më të qarta për financat personale. Kështu që unë mendoj që paraja është pjesa jona shumë e rëndësishme, është çdo gjë është para. Domethënë kjo tavolina, gjithçka, këto letra, gjithçka. Domethënë ajo çfarë po bëjmë ne dhe ajo çfarë do të bëj unë tani dhe ajo flet për paran, do kthehemi pas pak me historitë, do t'i trajtojmë bashk. Erald këtë radhje ulur bashkë me psikologe, nuk e di se sa herë ka ndodhur që ti jesh ulur afër një psikologe. Nuk jam ulur asnjëherë. Si ulur asnjëherë në financa, por që ka të bëjë shumë, ka të bëjë edhe psikologjia e paras është po aq e rëndësishme, kush jemi ne në marrëdhënie me paran, është dhe kush jemi ne, nga vim dhe pse kemi atë marrëdhënie. Kështu që njerëzit që do të marrin telefon, do të kenë mundësi që të kenë 2 ekspertë fantastik, është një luks shumë i madh që e japim këtu në Dalina Show. Dhe para se t'i futemi në thellësi muhabetit të paras, a dini ju që ndonjëherë të ndodh që të kesh nevojë të blesh diçka të rëndësishme, por nuk e bër mirë menaxhimin e financave të muajit. Në raste të tilla mund të mësojmë nga tradita e shteteve të zhvilluara si Amerika, por edhe në Europë, ku blihen produkte të ndryshme me këste. Këtë teknologji në Shqipëri e ka sjell Majute. Parimisht procesin e ka bërë më të lehtë, vlerën e produktit ju mund ta ndani në 4 këste të thjeshta, pas një lloj stresi, një opsion shumë i mirë për blerje që nuk do ta ndjeni aq rënd.